wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Falëndërimi qoftë Allahut Azza wa Jall, salavat dhe selamet tona dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik, dhe të gjithë atyreve që pasuan dhe ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili bëri që mejlisët të kenë vlerë dhe pozitë e kaj, dhe bëri që ata të cilët prezantojnë në mejlise me laqet të lutën për ta. Lusëm Allahun Azza wa Jall që me laqet të lutën për neve që Allahu Azza wa Jall të na falë, të na mëshiron, të na gradon në gradet e larta në xhenetet e tij. Më pastaj, vëllezër të nderuar, vazhdojmë me shpjegimin e jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku kemi arritur në dersin me radhë i cili quhet at-tariqu ila Badr, rruga për në Bedër. Pra, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi në Medinë, dhe kur në Medinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndërtoi xhamin, filloi me ndërtue individin, pra filloi në ndërtimin e muslimanëve, dhe gjithashtu e filloi në trajtimin atyre të cilët nuk ishin musliman, pra prej mushrikëve dhe prej shifotëve, e për të cilët kemi folur se si ka trajtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinën e ndryshme. Ndërsa sot do të flasim për një periudhë tjetër, apo për disa ngjarje të cilat i kanë paraprije luftës së Bedrit, pra dhe nga ajo që ndëgjuat rruga për në Bedër. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në Medinë, dhe gjatë kësaj kohe Medinja e kishte një stabilitet, mirë po jo stabilitet i qëndrueshëm. Me shumë mund të themi se ishte stabilitet i brisht, dhe në çdo moment pritej që të shpërthente vulkani i luftrave dhe vulkani i urrëties dhe inatit nga ana e mushrikëve dhe nga ana e qifutëve të cilët gjendeshin në Medinë. Pra rreziku në Medinë ishte nga ana e mushrikëve të cilët jetonin ato, e që si udhëheqës ishte Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, dhe gjithashtu ishte rreziku nga qifutët të cilët e dinin hakun dhe të vërtetën, edhe e dinin se ky është pejgamberi hak, mirë po kishin vendosur ta pasojnë rrugën e kundërt, dhe për këtë arsye ata u mallkuan. Por kjo ishte gjendja në Medinë, ndërsa sa i përket gjendja jashtë Medinës, pra ajo gjithashtu ishte e paqëndrueshme dhe nuk ishte në favor të pejgamberit alayhis salam dhe në favor të muslimanëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç kemi shpjeguar, kishte lidhur disa aleanca apo disa marrëveshje me disa prej fisëve, të cilat jetonin në rrethinat të Medinës, mirë po kërcënimi, domethënë, ishte prezant, dhe dita ditës pritej që të ishte edhe real dhe i vërtet nga ana e kurejshitëve të Mekës, të cilët nuk do ta lënë rahat pejgamberin sallallahu alaihi wasallam as në Medinë. Prandaj gjatë kësaj kohe, pra deri këto, kur pejgamberi alayhis salam ka lënë në Medinë, pra kemi thonë se Mekka i ka pas 13 vite periudha mekase, pastaj ka filluar periudha medinase, dhe deri këto lufta ishte ndaluar, pra muslimanët ishin të ndaluar që të bënin luftë, dhe ajeti kuranor kishte zbritur wa a'rid anil mushrikin, dhe hequ mushrikëve. Pra, largohu ballafaqimit me ta dhe largohu luftës me mushrikët. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri këtu nuk ishte urdhëruar për luftë, dhe deri këtu ishte urdhëruar domethënë për maturi, për sabër dhe durim, dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arriti në Medinë, atëherë muslimanët vetëm se kishin filluar pra
ta kenë forcën e tyre, pra kishin krijuar forcën e tyre, në bazë asaj se si kishte zbritur Allahu nga shpallja e tij, edhe në bazë asaj që i mësonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe përderisa kaluan 6 muaj në Medinë, atëherë vëllezër të nderuar, zbresin disa ajete të Kur'anit nga ana e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe këto ajete tregojnë se është lejuar, pra leja për të luftuar. Pra këto ajete tregojnë vetëm se është dhënë leja. Pra as nuk tregohet se lufta është farz. Domethënë vetëm lejimi i luftës ndaj atyre, domethënë që kanë bërë zullum, dhe lejimi i luftës ndaj atyre, domethënë që ju është bërë zullum. Këtë rast muslimanëve ju ishte bërë zullum dhe trysni dhe tortura, siç i kemi shpjeguar nga ana mushrikëve. Prandaj Allahu subhanahu wa taala zbret ajet kuranor ku thot: "Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu", u është dhënë leja që të luftojnë atyreve të cilëve ju është bërë zullum, wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, dhe se Allahu azza wa jall ka fuqi për t'ju ndihmuar dhe për t'ju sjell fitore atyre. Pra deri këtu vëllezër të nderuar, muslimanët ishin urdhëruar nga ana e Allahut dhe nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'ju shmongshin konflikteve dhe ballafaqimit dhe luftrave me pabesimtarët e Mekës dhe me pabesimtarët e Medinës. Mirë po tash e kënena, Allahu subhanahu wa ta'ala në fazën e parë e jap lejen, mirë po jo edhe në mënyrë urdhërore apo jo në mënyrë obligative, vetëm jepet leja nga ana e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, nëse studiojmë Kur'anin dhe jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shohim se njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra gjatë periudhës së Mekës është urdhëruar nga ana e Allahut azza wa jall që të ndalet dhe të frenon nga lufta me pabesimtarët, pra faza e parë. Ndërsa faza e dytë ishte dhënë leja dhe faza e tretë ishte dhënë obligimi, pra farzi, dhe faza e katërt ishte dhënë që të luftohen të gjithë ata të cilët pengojnë nga rruga e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala këtu jap leje muslimanëve që të luftojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe pasi që japet kjo leje nga ana e Allahut subhanahu wa ta'ala, nga se tash muslimanët në Medinë pra kishin formuar një forcë që edhe nëse do sulmoshin, atëherë do ishte mundësia me mbrojt, kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas këtij ajeti kuranor që i zbret nga ana e Allahut azza wa jall, fillon në strategjinë e tij se si duhet të luftohen ata të cilët i kanë dëbu muslimanët për shtëpijave të tyre, i kanë luftu muslimanët dhe kanë përdor lloj kurthe dhe komplotin ndaj tyre, dhe ja kanë byt gratë e tyre, dhe i kanë përzon për shtëpijave të tyre, dhe i kanë dëbu për shtëpijave të tyre. Prandaj cila ishte strategjia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Strategjia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte, vëllezër të nderuar, që e pasaj në këtë kohë dhe në këtë fazë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të goditeshin dhe të sulmoshin karavanet e Qurayshitëve, pra të cilët bënin tregti në Sham me parat dhe pasuritë e muslimanëve që u kishin marrur në Mekë dhe i kishin dëbuar për shtëpive të tyre, kishin përzën për shtëpive të tyre. Pra Mekka në këtë rast apo Qurayshitët në këtë kohë ishin qafira luftarak apo luftues, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi zbret ajeti që ishte leje për luftë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët, pra ky ajet jep me kuptu se ishte një mundësi e mirë për muslimanët, pra në Medinë, që të sulmojnë karavanat e Mekës dhe Qurayshitëve dhe të kthejnë pasurinë e marrur dhe pasurinë e plaskitur prej anës së tyre, dhe kështu muslimanët ta largonin zullumin dhe muslimanët ta largonin padrejtinë që është e bërë atyre, dhe muslimanët të mohon të dëmtonin
kur i shetet në pasurinë e tyre, për shkak se aja pasurinë e fakti ishte pasuri e pejgamberit alayhis salam dhe ishte pasuri e muslimanëve. Nëse ndalemi tek kur i shetet, pra ata të cilët kishin debu pejgamberin alayhis salam dhe ishin mundu me lloj kurthe me mbyt, dhe e kishin rrethekuar shtëpinë e pejgamberit alayhis salam siç e kemi shpjeguar, pastaj e kishin përndjek dhe kishin vendosur shpërblim 100 deve, kush e za pejgamberin alayhis salam xhalla pas vdekur, pra e vërejna dhe e shohim se kur i shetet e kanë luftuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë shtyp pejgamberin alayhis salam në disa mënyra dhe forma. Para prej tyre ka qenë shtypja dhe luftja fizike, pra i kanë torturu, i kanë rraf, i kanë vendosur në kaca, siç ka ardhur për Habab ibn Aretin, dhe i kanë njerëzuar me metoda të më të ndryshme, për shkak se në atë kohë ishin shumicë dhe ishin forcë në Mekë. Pastaj gjithashtu ishte sulmi dhe tortura në financimin e muslimanëve, pra në pasurinë e tyre. Ata u merrnin pasuritë atyre dhe tregtin që e bënin muslimanët në Mekë, pa besimtarët u merrnin dhe tallshin me ta. Wa kanu min alladhina amanu yadhhakun, dhe ata qeshnin me besimtarët për shkak se besimtarët në kohë ishin të dobët. Pra ju bënin zullum dhe shtypje në aspektin ekonomik dhe financiar. Gjithashtu ata ju bënin muslimanëve zullum edhe në aspektin moral, sikurse shpifje, akuzat e ndryshme se muslimanët janë terroristë, muslimanët janë ata që kanë prish rendin, muslimanët kanë orë me një fe të re, muslimanët e kanë prish rendin dhe kanë do babën me djalë dhe vllavin me vllah dhe dojnë me nepe kështu me radhë, dhe gjithashtu në aspektin social i luftonin muslimanët, pra duke i burgosur ata dhe duke i izoluar muslimanët. Pra këtu janë ato metodat e cilat i përdornin kur i shitën ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ndaj sahabëve, dhe këtu i kena shpjeguar. Prandaj këtu shtrohet pyetja se çfarë duhet të bënin muslimanët për me largu këtë zullum, edhe këtë padrejësi e cila po ju nështrohet domethënë ndaj tyre dhe po ju zbatohet mbi familjet e tyre dhe trupat e tyre. Pra muslimanët sikur tash prej Medinës ta sulmonin Mekën nuk do ishte urtësie, për arsye se ende ishin pak dhe ende domethënë ishin një forcë e vogël, pra nuk ishin forcë e madhe, dhe shtoja kësaj që rreziku nga ona shifutëve që ishin në Medinë, pastaj rreziku nga ona mushrikëve që ishin në Medinë në krye me Abdullah ibn Ubay ibn Selulin, dhe pastaj shtoja këto edhe ndonjë aleoncë nga ona mushrikëve të Mekës, nëse do lidhnin me çifutët e Medinës, që priten çdo moment siç do shohim, edhe gjithashtu me mushrikët e Medinës, do ishte domethënë fatalitet për muslimanët. Prandaj nuk ishte urtësi për muslimanët që tani ta sulmojnë domethënë Mekën dhe të sulmojnë mushrikët të cilët ishin në Mekë. Prandaj Medinja në këtë kohë, edhe pse muslimanët e kishin krijuar këtë forcë, Medinja domethënë nuk ishte qëndrueshme dhe ende nuk ishte në favor të muslimanëve dhe nuk ishte dhënë leja pra në mënyrë obligative që muslimanët të luftojnë pabesimtarët në Mekë e kështu me radhë. Prandaj vëllezër të nderuar, cila ishte zgjidhja në këtë situatë dhe në këtë fazë dhe në këtë periudhë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve që të vepronin domethënë në këtë kohë? Zgjidhja ishte aja që do ndëgjoni. Pra muslimanët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do i sulmonte kurejshitet të cilët i kishin dëbuar dhe do i sulmonte domethënë tregtinë e tyre dhe karavanet e tyre të cilët kalojnë në afërsitë e Medinës dhe të cilët shkonin në drejtim të Shamit dhe me e rikthyja por i morrat pasuria e cila ishte grabitur muslimanëve në Mekë, pasi që ishin nxirr për shtëpijave të tyre pa drejtësisht dhe ishin përzon dhe kishin shkuar në Medinë. Gjithashtu në këtë kohë muslimanët për pejgamberi alayhis salam dhe sahabët me mushrikët e Mekës ishin në luftë domosdoshmë zyrtarisht, edhe lufta ishte domosdoshmë diçka që ishte e njohur, dhe gjithashtu me një fjalë kjo situatë ishte gjendje lufte. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mushrikët e Mekës në këtë kohë i kishte në llojin e 4 të qafira që ne ka mësuar feja, pra el harbiyun që janë luftuesit, dhe në këtë situatë pra kur janë luftues lejohet siç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lejuar pra marrjen e pasurisë
së tyre, nga se ishte gjendje lufte. Dhe mushrikët e Mekës dhe muslimanët e Medinës, pra të dy partë ishin në konflikt me njëra tjetrën dhe mushrikët e Mekës mundonin dhe esin çdo ditë që të shkatrojnë interesat e muslimanëve dhe të prishin interesat e muslimanëve. Prandaj muslimanët me plot të drejtë kishin të drejtë në këtë, çfarë i mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që domthon të sulmonin karavanet e Qurayshitëve. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Wal liman intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma alayhim min sabil." Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, e ata që mbruhen pasi që është bërë padrejtësie, ndaj tyre nuk ka fajsim. Innama sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi fasada. Sa fajsimi me të vërtetur ndaj atyre të cilët ju bojnë mizori dhe padrejtësi njerëzve dhe ecin e tokë duke i shkel të gjitha normat. Ulaika lahum adhabun alim, dhe me të vërtetë për ata ka dënim të rënd. Po në këtë rast muslimanët ishin duke e mbrojt veten e tyre dhe familjen e tyre, dhe ishin duke rikthyer pasurinë që Allah subhanahu wa taala ua kishte dhënë me të drejtë në kuën e Mekës, e që mushrikët e Mekës ua kishin marrë muslimanëve. Prandaj do shohim se si mushrikët e Mekës i kanë akuzuar muslimanët për shkak që kanë sulmuar karavanin, dhe gjithashtu duhet ta kuptojmë se muslimanët në këtë kohë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra nuk ishin vepruar asgjë që ishte ndaluar, qoftë me ligjet e Allahut subhanahu wa taala, qoftë me zakonet e njerëzve të cilat mbretëranin, nga se muslimanët e kthenin pasurinë e tyre dhe muslimanët e merrnin hakun e tyre që ju ishte grabitur nga ana e pabesimtarëve apo mushrikëve të Mekës. Prandaj njerëzit subhanallahu punojnë me standarde të dyfishta, nga se vëllezër të nderuar, kur është në pyetje ata vetëm me bëj zullum, bojnë zullum dhe i shkelin të gjitha normat në tokë, edhe nuk i dhojnë përgjegjësi e kërkojna. Dësa kur në pyetje musliman me kthy hakun e vet, atëherë qamet i dunja, e gjithë dunjaja dhe bota ngrihet se shikoj musliman se çfarë po bojnë kështu me radhë. Prandaj vëllezër të nderuar, si i edukoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabët, pra në këto patrulla, po në këto ekspedita, si edukoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabët. E para vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që kishte marrë vendimin që të sulmonte Qurayshitët dhe karavanin e tyre, dhe para se të dalin muslimanët në teren, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deshi të edukon sahabët me atë se pse duhet me luftu ata. E para, e dyta, çka nëse mbytesh luftë, dhe e treta, çka nëse fiton. Pra, këto janë ato synimet që duhet me i pas sahabët dhe muslimanët, dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u asqaroi atyre të gjitha këtu, pra se nëse ata mbyten në rrugën e Allahut, atëherë janë shahida, dhe nëse ata fitojnë, atëherë duhet ta vendosin drejtësinë e tokë, dhe mos i bojnë padrejtësi askujt, dhe se ata duhet të luftojnë vetëm për kauzën e Islamit, pra fi sebilillah, për në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe sa Allah azza wa jalla thot në Kur'an: "Inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum." Allahu ka ble për besimtarëve veten e tyre dhe pasurinë e tyre, bën lahumul janna, si kompenzim ndaj kësaj ata kanë xhenetin. Yuqatiluna fi sabilillah, luftojnë për në rrugën e Allahut, fa yaqtuluna wa yuqtalun, pra i mbysin, po dhe vetë mbyten. Wa'da Allahi haq, ky është premtimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tregonte sahabëve, siç ka ardhur në transmetim në Sahih Buhari nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, ku pejgamberi alaihi wasallam ka thënë: "Walladhi nafsi bi yadi", pasha atë që shpirti im është në dorën e tij, "la wadadtu an aghzu fi sabilillahi fa uqtal", sot kisha pas dëshirë me luftu në rrugën e Allahut, pastaj më mbyt, thumma aghzu fa uqtal, pastaj me luftu, pastaj më mbyt, thumma aghzu wa uqtal, pastaj me luftu dhe më mbyt. Pra e ka përsërit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa herë këtë.
Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po sqaroi sahabëve se lufta në këtë rast duhet të jetë në rrugën e Allahut, jo për çështje pasurisë, as për çështje pozitës, as për çështje udhëheqësie, as për çështje pronësie ose për plagë të luftës e kështu me radhë. Mirë po, aja duhet të jetë pikësinimi, domethënë sipas asaj që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj besimtari duhet i këshillonte pejgamberi alayhis salam se besimtari duhet të ketë frikë dhe mos të depërtoj shejtanin në zemrën e tij dhe t'ia prish këtë niyet për të cilën Allahu subhanahu wa taala i urdhënoi sahabët me luftu në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i edukoi sahabët në mënyrën edukative më të mirë, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgatiti sahabët edhe në mënyrën shpirtërore dhe psikologjike, se sahabët janë ata të cilët do shpërblehen nga ona Allahu subhanahu wa taala për gjithë ato që ndëgjojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vëllezër të nderuar, pra si tha më herët, i kishte lidhur disa marrëveshje me disa prej fisëve të Medinës, pra që jetonin në periferi të Medinës, dhe se që kemi thonë kjo ishte shumë e rëndësishme për pejgamberin alayhis salam, nga se ata dinin se kur lëviznin karavanët e kurishitëve dhe në të njëjtën kohë i lajmërojnin muslimanët. Prandaj ani pse ishin fis pa besimtar, në ato rregulla që e lejon feja nuk ka të keqe të bëhet marrëveshje, dhe siç ka pranuar pejgamberi alayhis salam se tu salihun rum në akhiru zaman do të bëni marrëveshje me romakët dhe do e luftonin në armik të tretë, pra siç kanë ardhur hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra këto fisë që ishin në periferi e kontrollonin terrenin dhe i përcjellnin domethënë lëvizjet e karavaneve të kurishitëve dhe gjithashtu me marrëveshjen e këtyre fisëve pejgamberi alayhis salam kishte arritur të bënte marrëveshje, domethënë të kishte në mbështetje ata, dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte arritur me marrëveshje që kishte bërë me këto fisë, domethënë që të mos të sulmuohen nga shpina apo mbrapa. E kjo shumë është e rëndësishme kur je udhëhec apo kur je në armiqësi me një shtet dhe pastaj ti të ndërvepron domethënë në ato politikat apo udhëhecit me të mençura të cilat udhëhiqen me librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aja që është interesant, vëllezër të nderuar, në këto patrulla apo ekspedita pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishte vendosje në këto ekspedita të dërgonte muhaxhirët, ndërsa sa i përket ansarëve nuk kishte marrë asnjë pjesë prej tyre. Pra, shtrohet pyetja se pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka vendosur muhaxhirët në këto patrulla apo ekspedita. E para prej tyre se tek muhaxhirët kishte rënë zullumi mbi kokat e tyre dhe familjet e tyre. Këta ishin ata të cilët ishin nxjerrë dhe ishin për zonë për shtëpiave të tyre. E dyta, muhaxhirët për shkak që ishin dobu dhe ishin nxjerrë për shtëpiave të tyre dhe e kishin lënë pasurinë dhe shumë dërsta për tyre familjet e tyre në Mekë, domethënë do ishte aja dëshira me zjarr dhe me flakt për të luftuar kurishitët e Mekës. Pastaj e treta, muhaxhirët i njenin më mirë kurishitët e Mekës, pra i njenin mënyrat e luftës e tyre dhe taktikat e tyre. Gjithashtu ata kishin jetuar në mesin e tyre dhe i njenin si njerëz. Dhe gjithashtu i njenin edhe udhëhecat e tyre dhe gjithashtu edhe kapacitetet e tyre, pra se sa janë të fuqishëm dhe sa nuk janë të fuqishëm. Gjithashtu ngritja e moralit në zemrat e tyre, se ata i kanë lënë shtëpiat e tyre dhe pasuritë e tyre, pra për të kthyer dhe për ta kthyer çlirimin e tokës së tyre që ishin dëbuar nga ai vend. Pra kjo ishte urtësia dhe gjithashtu nuk i ka urdhëruar pejgamberi alayhis salam ansarët, nga se ansarët kur kanë dhënë besatimin e Aqabe, nëse u kujtohet, e kanë dhënë besatimin domosdoshmë do mbrojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam brenda Medinës. Pra sikur pejgamberi sa ti kishte urdhëruar ansarët, ata do ishin dalë. Mirë, po marrëveshja dhe besatimi ka qenë brenda Medinës, kështu që ansarët nuk kanë qenë të urdhëruar. Dhe kjo është pe hikmetit të udhëheqësit, pra në këtë rast pejgamberit alayhis salam dhe urtësisë, nga se kanë dalë muhaxhirët dhe kurdo që kanë dëgjuar menja por që të ka shkuar se këtyri është bërë zullum. Prandaj këta po e kthejnë hakun dhe atë që është grabit me forcë dhe që dëbu për shtëpiave të tyre. Prandaj sikur ansarët e merrshin pjesë, atëherë do ishte mundësi ndezja luftës civile domthonë në Mekë dhe pastaj të del prej kontrollit Medina në këtë rast,
edhe pastaj muslimanët domethënë të mos kenë atë mundësinë dhe ballafaqimin me të gjitha ata njerëz që jetonin në Medinë, qopi mushrikëve të Abdullah ibn Ubej ibn Selulit ose pe çifotëve të cilët jetonin në Medinë për të cilët i kemi dërguar. I kemi shpjeguar domethënë dersat tona. Ekspeditat dhe betejat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të nderuar, në gjuhën arabe betejë si thonë ghazwa, betejë, kurse ekspeditë si thonë sarriya. Kur përmendet për shembull ghazwa është për qëllim lufta e në ta ditë si ka marrë pjesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kurse kur përmendet sarriya, pra ekspedit është për qëllim që pejgamberi alaihi wasallam e ka vendosur një udhëheca, mirë po vetë nuk ka shkuar në atë ekspedit. Është e qartë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para luftës së Bedrit i ka realizuar, pra i ka dërguar 4 ekspedita dhe i ka realizuar 4 luftra. Dhe aja që është interesant në këto luftra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kalon zëvendës në Medinë. Ata që i kalon zëvendës në Medinë kanë qenë Sa'd ibn Ubade, pra në një prej daljeve të pejgamberit alayhis salam, ka qenë prej fisit Khazraj. Ndërsa Sa'd ibn Muadhin, i cili ka qenë prej fisit Aws herën tjetër. Pastaj Zaid ibn Harith, i cili ka qenë muhajir herën tjetër, dhe Aba Salamata ibn Abdul Asad radhiyallahu anhum, Allah që të kënaqur me gjithashtu ka qenë muhajir. Shtrohet pyetja, vëllezër të nderuar, pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka po këtë përzjedhje pro të ndryshme. Herë ka vendosur një prej Efsit, herë prej Hazrejit, herë prej muhajirëve, për shembull Zaid ibn Harith ose Aba Salamata ibn Abdul Asadin. Pse ka vendosur kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? E para, vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vendosur këtë për të treguar se udhëhecat nga fisi Evsa dhe Khazraj duhet të respektohen nga të gjithë. Pastaj, kur e ka vendosur Zaid ibn Harith, i cili ka qenë muhajir, në këtë rast ansarët, që kanë rrjedhur për 2 fisë Evsa dhe Khazraj, u kanë bindë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në urdhrat e tij. Ani pse ka qenë Zaidi muhajir, dhe shtoja këtë që ka qenë rob që shpesh herë dhe ushqej dhe u blej. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë ka desh me tregue muslimanëve në Medinë, edhe pa besimtarëve gjithashtu, se ummeti islam është ummetun wahide, pra është një ummet, edhe është një trup i vetëm. Edhe pa marrë parasysh a vendoset trupi, a vendoset prej fisit Evs, apo prej fisit Khazraj, apo është muhajir, apo është ansar, muslimanët janë në trup. Dhe kjo është strategji shumë e shkallët, dhe shumë e urtë, hikmet shumë i lartë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka vepruar në Medinë, dhe kështu kur pabesimtarët i kanë po muslimanë në Medinë, i kanë po sikur se një trup të vetëm. Dhe do shohim dhe gjatë shpjegimeve gjithashtu që kemi bërë shohim se nuk kanë guxuar me sulmu muslimanët në Medinë për shkak se pamja tyre ka përbërë unifikim dhe forcë, dhe gjithashtu pra kanë fituar të merr pabesimtarët kur i kanë pas sahabët dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po të njëjtën kohë pejgamberi alayhis salam me vendosjen e këtyre burrave si udhëheca ka desh me u treguar se Islami ka kthyer njërin tamam në atë që ka krijuar Allah subhanahu wa taala, pra e kanë ndryshuar për të mirë, jo ashtu që kanë qenë fiset në luftë, vëllavrase se për kur gjë heq me vite me radhë, dhe gjithashtu ansarët ju përgjigjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe gjithashtu pejgamberi alayhis salam me saj se pa marrë parasysh kush vendoset në krye, atëherë ai duhet të respektohet dhe të bindet ma dama yaqudukum bi kitabillahi wa sunnati rasulillah, përderisa ajo udhëheq juve me librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga kjo që ndëgjua vëllezër të nderuar, i mësojnë disa dobi, para prej tyre këta refugjatët cilët ishin emigrantë dhe ishin të përndjekur nga Mekka në Medinë, ja sot e formuan shtetin e tyre, domethënë në Medinë, dhe u bën ummet dhe u bën si një trup i vetëm, dhe ditë për ditë po shkojnë në forcimin e tyre. E dyta,
me daljen e patrulla dhe ekspeditave të tyre që i dërgën të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata përfituan shumë në njohjen e terrenit, pastaj në njohjen e fisë, pastaj me ditë kanë mik dhe kanë armik, me kanë janë marrëveshje dhe me kanë nuk janë marrëveshje. Pastaj njohja rrugëve dhe kalitja dhe stërvitja e tyre e kështu me radhë. Gjithashtu lidhja marrëveshje, pra kur muslimanët janë të fortë, atëherë fiset vraponin që të hynin në marrëveshje me muslimanët, dhe gjithashtu kjo japte me kuptu se janë në luftë domethënë zyrtare të shpallur me Kurejshitet e Mekës. Këtu janë disa nga dobit e urtësive, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte dërguar këtu ekspedita nga Medina për në vende të ndryshme. Pra ndëgjuat për gjitha këto ekspedita, mirë po asnjë prej tyre nuk u shpjegue. Atëherë, ne me lejen e Allahut azza wa jall do ndalemi me një prej këtyre ekspeditave, e që është mjaft interesante dhe inshallah do shohim urtësi dhe dobit e mëdha, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dërguar dhe ku i ka dërguar dhe pse i ka dërguar dhe çka ka ndodhur në këtë ekspeditë. E para, vëllezër të nderuar, kjo ekspeditë që do të flasim për të quhet ekspedita e Nakhles. Pra Nakhle është një vend mes Mekës dhe Taifit, që i bjen 450 kilometra prej Medinës me shkue në këtë vend. Dhe gjithashtu i bjen që të i afro ofër Mekës, pra i afro ofër tokës e armikut. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgon këtë ekspeditë. Mirë po kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgon këtë ekspeditë, atëherë e vendos një pres i cili ka qenë Abdullah ibn Jahsh radhiyallahu anhu, si udhëhesi i kësaj ekspedite. Dhe në këtë ekspeditë kanë dalë 12 veta prej sahabëve. Pra 12 veta. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte dy problematika. Pra problematika kësaj ekspedite ishte vendi dhe koha. Sa i përket vendit ishte distanca larg, 450 kilometra. Ndërsa sa i përket kohës, problematika ishte se ishte muaji Rexhep. Dhe muaji Rexhep është prej muajve të shenjtë, po lufta ishte ndaluar në të. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vendos Abdullah ibn Jahshin si emir apo udhëhes të kësaj ekspedite. Mirë po, ndëgjani vëllezër të nderuar se çfarë përjetësie përdor pejgamberi alayhis salam në këtë ekspeditë. E shkruan një letër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra urdhnon njërin prej atyre që shkruan se pejgamberi sa s'ka di shkrim dhe lexim. Dhe kjo nuk ja paksan pozitën e tij sallallahu alaihi wasallam, dhe ja jap Abdullah ibn Jahshit. Dhe i thot mos me hap këtë letër. Pra mos me lexu as ti, dhe as mos ja u lexue sahabët që janë me ty, përveç se pas 2 ditë rrugtim. Po pas e t'i kaloni 2 ditë e 2 net rrugtim, atëherë hap këtë letër dhe lexon e te. Dhe kështu vepron Abdullah ibn Jahsh radhiyallahu anhu, dhe e merr letrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: ai i cili dëshiron me dalë del, dhe ai i cili don me najt në Medinë le të qëndron, pra me qëndru në Medinë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: dhe ai i cili e urrejnë vdekjen, atëherë le të qëndra në Medinë. Dhe Abdullah ibn Jahshi e merr këtë letër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe niset me një grup pra komplet 12 veta. Dhe vazhdojnë në këtë rrugtim të vështirë, pra 450 kilometra ti do i kalosh, dhe këtë letër nuk u zën të hapësh përveç se pas 2 ditë udhëtim. Dhe pas se i kalojnë 2 ditë udhëtim, pra nuk ishte mbetur përveç se afër vendit ku ishin nisur për të shkuar, atëherë pejgamberi atëherë e hap letrën Abdullah ibn Jahshi dhe në atë letër shkruante se urdhni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është të vazhdonte në vendin e quajtur Nahle, pra vend mes Mekës dhe Taifit. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urnoi që pas 2 ditë? Kjo është strategji, dhe kjo është urtësi. Sa ai i cili kalon 2 ditë, pastaj kalitet dhe stërvitet me atë rrugtimin dhe me lejen e Allahut azza wa jall do e ndëgjon urdhnin e komandantit të tij dhe nuk do kthehet më mbrapa. Dhe sahabët asnjë prej tyre nuk janë kthyer mbrapa.
Dhe sikur të kishte dhënë pejgamberi son fillim me ju tregu të derë ato dal, se ju keni më shku 450 kilometra. Pastaj keni më afro ofertukës të armikut. Pastaj është mundësia që ata me ju hetuar se ju shpionu dikush prej tyre. Në gjitha këtu ndoshta do janë ndihmonte edhe shejtani me hedh frikë në zemrat e sahabëve dhe pastaj mos me dërgu në vend amanetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shkojnë muslimanët dhe afrohen pra në Nahle. Subhanallah, ku shkojnë ato, domethënë e gjejnë karavanin e mushrikëve, i cili udhëhecin nga 4 persona. Dhe në këtë karavan domethënë ishte gjithashtu Ebu Sufjani që në atë kohë ka qenë mushrik. Dhe problematika që u del sahabe ishte se si me sulmu kur ishte nota e fundit e muajit Shaban. Pra muaj në Rexhep, pra që ishte muaj në të cilin lufta ishte ndaluar. Mirë, po nëse kaluaj edhe aja not, ishte problematika vëllezër të nderuar se karavani futej në Mekë. Dhe në Mekë gjithashtu lufta është ndaluar. Atëherë çka të vepronin domosdoshmë muslimanët? Ata sulmanin apo mos ta sulmanin? Dhe ulën muslimanët dhe diskutojnë. Pra bojnë istihad, edhe vinë për fundim që karavanin duhet me sulmu. Pra bojnë istihad, pse mu sulmu? Thot për arsye se me kthy zullumet që na u kanë marrë. Dhe me kthy drejtat dhe pasurinë që na u zgrabit dhe që jena debu dhe jena person prej toka dhe shtëpia tona. Dhe vëllezër të nderuar, kjo goditje për ta ishte mjaft e rëndësishme për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nga se vëllezër të nderuar e para, kjo ishte goditja kurishitëve, pra armikut i cili kishte debu muslimanit. E dyta, kjo ishte domethënë në gadishullin arabik dhe në afër domethënë vendit të mushrikëve që ishin debuar. Dhe kjo hedhte të merr edhe frikë domethënë në gjithë Arabinë. Dhe gjithashtu këtë karavan domethënë kanë udhëheq 4 mushrik, ndërsa muslimanët janë kanë 12, mirë po 2 prej tyre Sa'd ibn Abi Waqqas dhe Utba ibn Ghazawani nuk kanë qenë pjesëmarrës për arsye se ju kishte humbur një deve dhe ata kishin dalë në kërkimin e saj, kështu që kishin mbetur vetëm 10 prej tyre. Dhe këta 10, sikur ti sulmanin këta 4, domethënë do ishte mjaftueshëm se ishin 10 me 4 dhe pas istihadit të tyre për me largu zullumin dhe për me kthy të drejtat që ishin marrë, atëherë vendosin me sulmu dhe arrin me qëllimin e tyre, domethënë e sulmojnë karavanin dhe pastaj i nxojnë 2 rob prej tyre në janë mbysin. Prandaj këta 2 rob janë 2 rob të parë që nxon për hir të Allahut në Islam, një prej tyre që u vrasht, i parë që u vrau, gjaku i parë që u derdh për Islam dhe plaçka që është marrur, plaçka e parë domethënë që është kap domethënë për Islam. Prandaj pabesimtarët kur kanë dëgju, po në njëjtën kohë edhe pabesimtarët orientalistat të cilët e studiojnë me sulmu jetën e pejgamberit alayhis salam, domethënë e akuzojnë këta sahabë se si kanë sulmuar ata, subhanallahu, domethënë mosin me standarde të dyfishta apo me 2 vaga, për arsye se ata thonë se muslimanët i kanë thyer rregullat, në fakt muslimanët nuk i kanë thyer rregullat siç e shpjegua më herët, mirë po në Mekë ka qenë ndalueshme edhe deg me thy, para me deg të pemës me thy, edhe bubrecën me mbyt. Ndërsa këta i kanë mbyt muslimanët, këta i kanë debu muslimanët, këta i kanë friksu fëmijët e muslimanëve, këta i kanë shndërru gratë e muslimanëve. Në Mekë edhe nuk janë mërzit dhe nuk është hap goja atyre për gjitha këto padrejsi që u kanë bëu muslimanëve. Ndërsa kur muslimanët i kanë sulmu këta, atëherë kanë hap gojën e tyre dhe kanë lomotit se muslimanët i kanë thyer të drejtat e kështu me radhë. Dhe kështu është zakoni i tyre gjithherë, dhe kështu edhe mushrikët e Mekës kanë filluar me ful se si muslimanët domethënë kanë thyer zakonet dhe të drejtat e kështu me radhë. Mirë po se ishte qëndrimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, deri këtu pejgamberi alayhis salam nuk i kishte zbritur asgjë prej shpalljes, pra nuk dinte se çfarë të vepronte me robët e luftës, e as me plaçkën e luftës. Mirë po, atëherë i zbresin disa ajete në Kur'an, në surën Al-Baqara, pejgamberi alayhis salam ku Allah thot: "Yasalunaka ani shahril harami qitalin fi, qul qitalun fihi kabir." Të pyesin ty për muajin e shejt,
a lejohet lufta në tu, thuaj që lufta në tu është mëkat i madh. Mirë po, wasaddun an sabilillah, me pengu nga rruga e Allahut, wa kufrun bih, edhe me bo kufrën Allahun, wal masjidil haram, edhe me shkel drejta që i kanë dhirë muslimanë dhe i kanë dëmu muslimanët për xhamisë së shajt qabës, wa ikhraju ahlihi minhu akbar, edhe me nxjerr banorët e saj për atujt, kjo është më e rëndë se sa muslimanët me luftu në muajt e shajt, wal fitnatu akbaru min al qatl, sa të dhe fitnja, shirku dhe kufri janë më të rënda se sa vrasja. Edhe kur i zbresin këto ajete pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u lexon muslimanëve dhe gjithashtu fillojnë pabesimtarët me fol për muslimanët dhe me akuzuar muslimanët, njëjtë sikurse i akuzonte faraoni Musa alayhis salam, kur era Musa alayhis salam argumente të qarta, çka tha faraoni Paris, dharuni yaqtul Musa, më lejoni ta mbys Musën, wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum. Thot dhe le ta lutaj Zotin e tij, thot un kam frikë se do janë ndrën fen juve, aw yukthira fil ardi al fasad, ose ka me bëu fesad dhe shkatrimin tokë. Kush po thotë këtë fjalë? Faraoni. Faraona i cili kishte mbyt 20.000 fëmijë para se morë Musa alayhis salam. Ai që për ndjeki Musa alayhis salam dhe umetin e tij. Ai që kishte mbyt me dekada të tëra njerëz të pafajshëm, faraoni po thotë kam frikë se ai ka me bëu shkatrimin e tokë. Prandaj të njëjtën e kanë vepruar edhe mushrikët e Mekës dhe gjithashtu mushrikët e Medinës dhe që votet në Medinë, dhe kanë zbrit ajetet për këtë grup të sahabëve që ishin sulmuar karavanën e Qurayshitëve, innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah, ata të cilët besuan dhe kanë bërë hijret dhe kanë luftuar në rrugën e Allahut, ulaike yarjuna rahmatallah, ata shpresojnë rahmetin dhe mëshirën dhe faljen e Allahut, wallahu ghafur rahim, Allah është falës dhe është mëshirues. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu me këta dy rrëp të luftës, e drejta e rrëpëve të luftës, vëllezër të nderuar, që ka vendosur Islami para 1400 vjetë, para me nëni asët nuk e ka asnjë shtet në botë. Asët nuk vepron asnjë shtet në botë me drejtat që jap hakun, të drejtat Islami që jap rrëpëve të luftës. Edhe vetë pa besimtar ble kam dëgjuar një prej tyre që ka studiuar, të drejtat e njerëzve, në këtë rast e ka studiuar Islami dhe habitën thot me të drejtat e muslimanëve qysh i kanë zgjidhur këtë problem para 1400 vjetë. Pejgamberi alayhis salam ja u ka mundsuar rrëve të luftës me ble veten e vet. Me ble veten e vet dhe me liru veten e vet. Mirë po pejgamberi alayhis salam pse u shton këtë mundësi këtyre dyve, atëherë nuk i liran ata për ditë se çka ka ndodhur me Sad ibn Abi Waqasin dhe çka ka ndodhur me sahabiun tjetër, i cili kishte mbetur në kërkimin e devës. Ata nuk ishin kthyer ende, pejgamberi sa kishte frikë që mos e kanë zbuluar mushrikët. Dhe në rast se e kanë zbuluar dhe i kanë zarab, atëherë do i shkëmbente me ta mirë, po pasi që ata vinë, atëherë i urdhënon ata me e ble lirinë e vet edhe me pague, domethënë lirinë e tyre dhe me i liru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo të njëjtën kohë është një prej mirësive të Islamit, vëllezër të nderuar, për arsye se ja jep mundësinë tjetrit se çish me menu për Islamin, pse muslimanët se mysin. Nga se kjo fe, vëllezër të nderuar, nuk ka ardhur qëllimi i saj me mbyt njerëz. Mirë po ka ardhur me i thirr në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Gjendja atyre që nuk janë Islam është e mjerueshme. Ata në ditën e gjykimit kanë thonë muslimanëve, pse s'na keni luftu? Me na nxjerr pe kufrit, edhe me na fut në fenë islame, mos më mbet lënë djegse e xhenemit për gjithmonë, Allahu na ruaj. Edhe pas kësaj në vëllezër të nderuar, pas dërgimit të kësaj ekspedite, ekspedita që njihet si Nahle, atëherë kuptohet në gadishun arabik se luftra mes muslimanëve dhe pabesimtarëve është e pakshmangshme. Kështu që vjen faza e dytë, bëhet obligim lufta. Kutiba aleikumul qital wa huwa kurhun lakum. Allahu thotë juve është bërë obligim lufta, edhe pse ajo është e urryer për juve. Është e frikshme për juve.
është e pritueshme për juve. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Do ta urreni një gjë është më hajër për juve. Po do ta dëni një gjë është më sharr për juve. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah e di kurse ju nuk e dini. Pra zbret ky ajet kuranor dhe i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se deri këtu ka qenë foza por leja në mohon për luftë. Kush do më pyet, kush do më? Tash nëse sulmohet Medina, nëse sulmohen muslimanët, dhe nëse vjen pyetje mu mbrojt pasuria e gjakut deri muslimanëve, atëherë lufta është obligative, farz. Dhe kjo është meselë shumë e gjatë në aspektin domosdoshmë fiqhut se kur është farz dhe kur është domosdoshmë sunet. Mirë po kuptohet nga kjo që zbret domosdoshmë ajeti për obligashmërinë e luftës në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pasi që zbretin ajetet që Allah xhel flet se lufta është farz për muslimanët në Medinë, atëherë vëllezër të nderuar, Allah subhanahu wa taala thot: "Wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin." Dhe mos e teprani, mos i të kaloni normat dhe kufit, se Allah subhanahu wa taala nuk i don ata që i kalojnë kufit. Dhe gjithashtu Allah thot: "Ya ayyuhalladhina amanu wa yusabisuat la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Mos ju shtyni urrejtja dhe armiqësia ndaj një populli që ju ka debu dhe ju ka luftu, e pastaj ju të tregoni, ju të kaloni domosdoshmë kufit ndaj tyre. Me këto ajete subhanallah gjithashtu jep me kuptuar drejtësia hynore e Allahut subhanahu wa taala, nga se edhe pse zbret urdhri për luftë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, atëherë dhe lufta duhet të jetë me edukat dhe duhet të jetë me moral të lartë. Edhe pejgamberi alayhis salam fillon me sqaruar sahabëve se si duhet të jetë lufta në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. E para thot: "Intaliqu bismillah wa billahi ala millati rasulillah." Thot dilni marshani, ecni thot me emrin e Allahut dhe për Allahun dhe me Allahun duke kërkuar ndihmë për Allahut dhe sipas sunetit të pejgamberit dhe fesë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoni vëllezër të nderuar çfarë urdhri dhe porosia e pejgamberit alayhis salam. Se wallahi sot ato shtete që thirrën civilizim nuk e kanë këto. Thot pejgamberi son la taqtulu shaykhan faniyan. Mos mbytni pleq në lufta. Wala tiflan saghira. As mos mbytni fëmijë, çka ka vaj fëmia? Çka ka vaj plaku? Ai nuk është luftues. Wala imra'a. As mos mbytni gra. Wala taghullu. As mos mashtroni pra në aspektin e plaçkës. Wa aslihu. Rregulloni, mos prishni në luftë. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. E tregoni të mirë se Allah i don ata që janë të mirë. Gjithashtu pejgamberi sa i këshillonte sahabët: "Ughzu fi sabilillah." Luftoni në rrugën e Allahut. Dhe mos gjymtani, pra mos masakrani xhenazë. Nuk lejohet masakrimi i xhenazëve. Ani se e urrejnë, ani se e ke pas armëk kështu me radhë. E ke mbyt, masakra nuk lejohet. Wala taqtulu al-walid, mos mbytni fëmijë. Wala ashab as-sawami, dhe as mos mbytni të njerëzit që ju kanë përkushtuar sinagoga dhe kishave të tyre, domthon priftërinve, rabinëve që janë përkushtuar në ibadet e kështu me radhë. Kurse kanë ardhur hadithe të tjera, nuk lejohet me kput pem, pra me prej pem, nuk lejohet me kall grurin, mesrin e kështu me radhë. Pra nuk muslimoni duhet të ketë moral të mirë edhe kur lufton. Wa idha qataltum fa ahsinu al-qitla, dhe kur therni çuft kafshën ose gjëra të tjera, domthon thot jeni domthon më të mirë, edhe tregoni edukantën më të lartë kështu me radhë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u jap këshillat më të mira dhe u tregon se nuk lejohet të mbytën gradë, nuk lejohet të mbytën fëmia, nuk lejohet të prishën xhamiat, nuk lejohet të prishën këtë rast edhe kishat, pra lëni ato, mos i ngosni thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata njerëz që ju kanë përkushtuar ibadeteve të tyre se ata nuk janë luftues. Pra luftoni vetëm ata që luftojnë. Ndërsa subhanallah, nëse dalim në anën tjetër, shohëm atë që ka thënë Allah: "Fa hukm al-jahiliyati yabghun." A hukmin gjykimin e ignorancës e kërkojnë. Ignorancë është me mbyt gra, me mbyt fëmijë. Ignorancë është me djeg bukën, me djeg grurin, me djeg, domthon vendet të cilat njerëzit ju kanë përkushtuar për ibadete kështu me radhë. Pejgamberi Allahut ka qenë dhe i ka thonë këtu.
Dhe thëtë Allahu wa man ahsanu min Allahi hukmen liqaumin yuqinun, dhe nuk ka hukum gjykim më të mirë dhe ligj më të mirë dhe rregull më të mirë dhe edukat më të mirë se sa ligji i Allahut për një popull që beson bindshëm. Prandaj kjo është ajo që i paraprin luftës së Bedrit, apo kjo është rruga për në Bedër dhe ato luftrat dhe ekspeditat që i ka zhvilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk u ndalëm në secilin prej tyre, mirë po vetëm i përmendëm kalimtë se secila prej tyre don ligjëratë të tërë. E përmendëm vetëm ekspeditën e Nakhles për shkak rëndësisë së madhe dhe për shkak urtësive dhe dobive të mëdha. Prandaj lutem Allahun subhanahu wa taala që Allah na mëson atë që nuk e dim dhe na mëson ato që na bën dobi. Dhe lutem Allahun azza wa jall që Allah na bashkon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenetet e tij. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.